Tiranë. Dhunuan dhe kanosën 2 bashkëpronarët e një sipërfaqe toke në rrugën e Elbasanit, me pretendimin se kjo pronë ishte e njërit prej tyre. Arrestohen 4 shtetas dhe shpallet në kërkim një tjetër. Si rezultati administrimit të menjëhershëm të kallëzimit të shtetasve LHR dhe se 5 shtetas i kishin dhunuar dhe kanosur. Pasi njëri prej tyre pretendon pronësim mbi sipërfaqen e tokës që kallëzuesit deklarojnë se e kanë blerë në vitin 2021. Nga një shtetas tjetër, sektori për hetimin e krimeve të rënda, në bashkëpunim me forcën e posaçme operacionale, finalizoi operacionin pretendimi. Gjatë operacionit, u kapën dhe u vunë në pranga shtetasit 28 vjeç B, 31 vjeç T, 42 vjeç dhe SH, 44 vjeç. Si dhe u shpall në kërkim shtetasi që pretendon pronësim mbi sipërfaqen e tokës, T, 37 vjeç, të 5 banues në fshatin Nikël, Kruj, shok me njëri tjetri. Punohet intensivisht për kapjen e 37 vjeçarit, si dhe për dokumentimin e rrethanave të rastit. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Tiranës, për veprime të mëtejshme, për veprën penale, shtrëngimi me anë të kanosjes ose dhunës për dhënien e pasurisë, kryer në bashkëpunim.